Përshëndetje shenja e luanit. Kush po mendon për ju? Kartat që më ran janë vdekja, shëndet i keq dhe gënjeshtar. Atëherë, ju lutem keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Duket se ky është dikush që ka kaluar ose po kalon një transformim të thellë, emocionalisht, shpirtërisht apo edhe në mënyrën se si sheh ndjenjat dhe marrëdhëniet. Karta e vdekjes nuk tregon fjalë për fjalë fundin, por një mbyllje kapitulli dhe fillim të ri, shpesh pas një periudhe dhimbjeje apo reflektimi. Ky person mund të jetë një ish partner, dikush që është larguar nga ju, ose që ka pësuar një ndryshim rrënjësor që nga hera e fundit që keni pasur kontakt. Astrologjikisht, karta e vdekjes lidhet me shenjën ose ascendentin e akrepit, ndaj ky person mund të jetë sensitiv dhe shumë intuitiv. Karta shëndet i keq sugjeron se personi po përjeton një gjendje të brendshme jo të mirë. Kjo mund të jetë gjendje emocionale, ankth, stres, trishtim, apo mund të jetë një gjendje jo e mirë fizike. Ju mund të jeni një figurë që e ka lënduar ose shëruar dikur dhe tani mendimet për ju rikthehen pasi ai ose ajo mund të ndihen në faj ose të vetmuar. Ky person duket se nuk ka qenë plotësisht i ose e sinqert me ju, ndoshta ka fshehur ndjenja ose qëllime, ka mundësi që ju ka dhënë përshtypje të gabuar për veten ose ndjenjat e tij ose të saj. Gjithashtu, karta gënjeshtar mund të tregojë që po mendon për ju në heshtje, duke mos e treguar askund dhe për këtë gjë është në konflikt me veten. Por nëse mashtruesi ose mashtruesja i jeni ju, atëherë kjo ju bën të ndiheni të bllokuar për të vepruar. Ndoshta nga mbi doza e pendesës, turpit, ndoshta edhe dëshirës për t'u rikthyer. Mungon guximi për afrim dhe falje, nga frika se e vërteta mund të shfaqet, ose nga rrethana më të komplikuara. Paçim!